E tani të dashur shikues, në vazhdim do të ndjekim një material që na tregon arsyet se pse në shtetet nordike prindërit i lënë fëmijët në temperatura nën zero. E ndjekim dhe kthehemi përsëri në studio. Në vendet nordike si Danimarka e Finlanda, është mjaft e zakonshme që prindërit t'i lënë foshnja të flenë jashtë edhe në temperatura shumë të ulta. Kjo praktikë që për shumë të huaj mund të duket e rrezikshme, është pjesë e kulturës së përditshme në këto vende. Sipas disa ekspertëve të gjumit, ajri i pastër ndihmon që foshnja të flenë më gjatë dhe më thellë, si dhe të ekspozohen ndaj më pak mikrobeve krahasuar me gjumin brenda shtëpisë. Në Danimark, madje edhe qerëdhët kanë zona të veçanta jashtë për gjumin e ditës. Kjo është ndikuar edhe nga filozofia e përhapur në këto vende. Nuk ka më të keq, ka vetëm veshje të papërshtatshme. Kjo filozofi inkurajon që fëmijët të kalojnë sa më shumë kohë në natyrë, pavarësisht kushteve të motit. Megjithatë, praktika nuk është parezitje. Në temperatura shumë të ulta, foshnjat janë të rrezikuara nga hipotermia, pasi ato nuk e rregullojnë temperaturën trupore po aq mirë sa të rriturit. Në verë, rreziku ka lënë djegje nga dielli apo shenja lodheje nga nxehtësia, po ashtu rreziqet e tjera mund të jenë ndotja e ajrit në zonat urbane dhe rrallëherë edhe rrëmbimet. Prindërit nordik përdorin masa shtesë sigurie për ta bërë këtë praktikë edhe më të sigurt. Ata i vendosin fëmijët në karroca të izoluara, i mbështjellin me rroba leshi dhe i fusin në thes gjumi për dimër. Disa vendosin edhe termometra brenda karrocës për të kontrolluar temperaturën, apo vendosin kamera për të monitoruar foshnjën në distancë. Këto masa tregojnë se edhe pse fëmia fle jashtë, mbikëqyrja dhe kujdesi nuk mungojnë. Kjo mënyrë të rriturit të fëmijëve ndryshon ndjeshëm nga kultura amerikane apo e shumë vendeve të tjera, ku ka një theks të fortë mbi gjumin në ambiente të mbyllura dhe të kontrolluara sipas standardeve mjekësore. Rasti i njohur i vitit 1997 u arrestua në New York për shkak se la foshnjën jashtë restorantit, ilustron qartë kontrastin kulturor. Edhe pse kjo praktikë vazhdon të shihet me dyshim jashtë vendeve nordike, në vendet e origjinës ajo konsiderohet si e zakonshme dhe e dobishme, gjithmonë nëse shoqërohet me kujdesin e nevojshëm.